Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte nderuar teleshikues në programin Studio e Hapur. Një nga premtimet më të rëndësishme të fushatës elektorale të socialistëve në zgjedhjet e fundit parlamentare ka qenë ajo për shëndetësinë falas, besoj se ju kujtohet. E menjëherë pas fitores së zgjedhjeve nga Partia Socialiste edhe gjithashtu fillimit nga puna të qeverisë së re, publiku ka mjaft pritshmëri dhe një nga pikpyetjet është pikërisht kjo: çfarë do të bëhet me shëndetësinë falas? Ne në Studio e Hapur sot kemi vendosur të flasim për shëndetësinë, dhe jo vetëm për shëndetësinë falas, për reformën tërësore, për buxhetin, por edhe 100 ditët e para të shëndetësisë. Deri tani 100 ditët e para të qeverisë u analizuan 2 vite më parë dhe ne do të flasim sot për 100 ditët e para të shëndetësisë. A do të jetë shëndetësia një prioritet për këtë qeveri? Pothuajse nuk ka qenë për asnjë qeveri tjetër, ndoshta edhe pse janë trumbetuar nga pikpamja e buxhetit nuk kanë qenë kurrë. Cili është buxheti i vitit 2014 dhe ai përmbushej kërkesat për shërbime me standarde më të larta, për luftën kundër korrupsionit etj. Do të diskutojmë këto në Studion e Hapur sot me zotin Ilir Beqaj, ministri i shëndetësisë. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët. E di që jeni shmëlodhur pas një maratone thuajse 48 orësh në parlament. Faleminderit që jeni me mua zoti Beqaj. Faleminderit të ftesë. Vazhdoj me prezantimin e panelit të ftuarve të sot, nderuar teleshikues, zoti Sheferdin Shehu, deputeti i Partisë Demokratike, ish zëvendës ministër i financave, mirëmbrëma. Po ashtu i lodhur, imagjinoj zoti Shehu apo jo? Përballojmë. Faleminderit. Në fakt është diçka që ndodh rëndom tashmë në miratimet e buxheteve në fund viteve. Avni Ponari, drejtori i përgjithshëm i kompanisë Sigal Unica Group. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Faleminderit që jeni me mua zoti Ponari dhe Klodiana Allajbeu, drejtori ekzekutiv i Spitalit Amerikan. Përshëndetje zoti Allajbeu dhe faleminderit që jeni me mua për të prekur sot një temë shumë të rëndësishme siç është shëndetësia, është një temë që na prek të gjithëve, për fat keq herët avon gjithëve na vjen një moment që do duhet na trokasim në dyert e spitaleve. Megjithatë, përpara se të fillojmë debatin, do të kërkoja ndjesë të ftuarve në studio, do të marr disa minuta për shkak të një lajmi, le ta quajmë të orëve të fundit, të një kauze të ngritur nga Studio e Hapur që ka të bëjë pikërisht me çështjen Visha. Ju mund ta kujtoni pas iniciativës që kanë patur disa personalitete, Nisma Kaderea Golli. Dosja ka mbritur sipas informacioneve tona është në duart e presidentit të Republikës Bujar Nishani. Ka kaluar nga zyrat e Ministrisë Drejtësisë, pasi është përmbushur, është plotësuar nga drejtoritë e burgjeve përkatëse dhe tani është për shqyrtim në duart e presidentit të Republikës zotit Bujar Nishani. Në këtë moment nuk mund të lë pa falenderuar për punën, për kushtimin e tyre, ministrin e drejtësisë zotin Asit Naço, drejtorin e përgjithshëm të çështjeve të drejtësisë në këtë ministri zotin Sokol Pasho, drejtorin e përgjithshëm të burgjeve Artur Zoto, drejtorin e burgut 313 dhe 325, gjithë stafin e Ministrisë Drejtësisë, një falënderim i veçantë edhe për zëdhënësen Alisa Demollari. Po kështu një falënderim vërtet i veçantë shkon edhe për deputetet Monika Kryemadhi dhe Misila Doda, të cilat e kanë mbështetur çështjen që nga momenti i parë kanë qenë edhe të ftuara në 2 emisionet që janë kushtuar Nazime Vishës. Ndërkaq Studio e Hapur i drejton një letër presidentit të Republikës që në këtë atmosferë festash të tregojë një gest humanizmi për ta falur atë. Nisëm të cilën e kanë mbështetur edhe shumë kolegë gazetarë. Me listën e tyre do t'u njohim gjatë emisionit.
Kërkesa për faljen e Nazime Vishës është në duart e autoriteteve dhe pret dritën jeshile, ndërkaq rrjetet sociale në këtë prag krishtlindjesh janë mbushur me lutjet e qytetarëve për ta falur Nazime Vishën dhe për të mbrojtur vajzat e vogla nga dhunimi, nga mundjet e sëmura dhe pedofilia. Kërkesë për falje dënimi, drejtuar presidentit të Republikës Bujar Nishani, i nderuar zoti presidenti i Republikës, duke besuar se një shoqëri që të jetë me të vërtetë më e fortë, duhet të jetë e tillë jo vetëm në drejtësi, por dhe në dëmshuri njerëzore. Ju kërkojmë të përdorni fuqinë që ju jep ligji e kushtetuta për të falur dënimin e Nazime Vishës. Zoti president, Moshira është një tipar që ka karakterizuar qeveritë dhe drejtuesit e urtë. Në këtë fundvit, në këtë krishtlindje, ju do të bënit me të vërtetë të lumtur një vajzë fatkeqe si Nazimja. Shpirtmadhësia juaj do të qetësonte sadopak edhe zemrën e nënës së saj të vetmuar, në varfëri të plotë dhe e drobitur fizikisht, të një nëni që tenton vetvrasjen pas tragjedive që ranë mbi vajzën e saj të mitur. Zoti president, Nazime Visha vuan një dënim të rënd për vrasjen e një njeriu që kishte shkaktuar plak torturash fizike e psikologjike, plak për dhunimesh për vite me radhë. Çështja e saj nuk u pa nga gjykatat në gjithë përmasën e vet. Gjykatat ishin të verbra të shihnin se Nazime Visha ishte një fëmijë për vite e dhunuar mendërisht, emocionalisht dhe seksualisht, që vuante nga sindroma e paaftësisë për të shmangur një gjendje të tmerrshme, vuante nga sindroma e mungesës së perceptuar të kontrollit mbi rrethanat dhe pasojat. Shkencat humane e njohin gjërësisht këtë sindrom. Gjykatat në botë e njohin fuqinë e kësaj sindrome. Ka një rast kur themeli në gjykatën mbretërore në Britani, ku një vajzë lirohet nga akuza e vrasjes për shkak të kësaj sindrome. Zoti president, ju kërkojmë të jepni falje Nazime Vishës. Asaj mjafton gjithsa ka vuajtur që prej momentit kur është ndeshur me dhunuesin dhe makthin e jetës së saj, i mjafton shkatrimi i fëmijërisë, adoleshencës dhe rinisë. I mjafton drama familjare, i mjafton nata pafund e gjatë në burgun e përdhunuesit padron dhe në burgun e viktimës ku ajo po mbahet. Zoti president, lirojeni këtë vajzë si dëshmi të mbizotrimit të dijes dhe humanizmit në zyrat e shtetit. Gjesti juaj i faljes do jetë jo vetëm një akt ndaj një fati personal, por do të ndikojë fuqishëm në fatet e shumë të miturave që dhunohen ose janë në rrezikun e dhunimit seksual, verbal dhe psikologjik. Ju kërkojmë të ushtroni të gjithë fuqinë dhe ndikimin tuaj për faljen e Nazime Vishës, si një mesazh të fortë në mbrojtje të miturave shqiptare. Sidomos ndryshimet në ligjin e faljes kanë përjashtuar thuajse çdo mundësi që gratë të përfitojnë ulje dënimi apo falje nga presidenti i Republikës. Po kështu edhe nga mënyra si është hartuar ligji i amnistisë, gratë nuk përfitojnë thuajse kurrë asnjë lehtësim. Ne kërkojmë që të rishikohet ligji i faljes dhe të përfshihet në të një diskriminim pozitiv për gratë të miturit dhe të moshuarit. Në burgun 325 janë 20 gra që nuk kanë përfituar kurrë asnjë ulje dënimi. Në 100 vjetorin e pavarësisë u falën 100 burra dhe vetëm 3 gra. Emisioni Studio e Hapur. Kjo ishte letra që Studio Hapur dërgon presidentit të Republikës Bujar Nishani. Sigurisht që ky emision është në pritje të përgjigjes së zotit Nishani, po kështu edhe kolegët që kanë mbështetur letrën me të cilët do t'ju bëjmë të njohur në fund të emisionit. Nderuar teleshikues, në pritje sigurisht janë edhe 6 personalitetet të cilët e kanë ndërmarrë këtë nisëm plot 3 javë më parë dhe kanë publikuar në emisionin Studio e Hapur. Atmosfera e Krishtlindjeve, jemi në një mbrëmje krishtlindjesh e lejon më së miri këtë, kështu që ne shpresojmë që zoti Nishani të bëjë një gest bujarie dhe humanizmi sonte mbrëma. Ndërkaq ne do të vazhdojmë sigurisht, kërkoj edhe një ndjesë ftuare, fillojmë temën tonë, do të flasim për shëndetësinë dhe shpresoj të kemi një debat të mbar, pasi në tryezë kemi disa nga aktorët kryesorë të sistemit, apo jo, zoti Beqia. Do doja të filloja megjithatë me një batutë parë të 100 ditëve të shëndetësisë, jeni të kënaqur me 100 ditë të tuaja të para? Unë besoj se ne në 100 ditë arritëm të përmbushim ato çfarë gjykuam në fillim të 100 ditëve se ishin të domosdoshme, po dhe praktikisht të realizueshme. Për aq sa ofronte qoftë koha, qoftë kuadri regulator në cilin filluam të funksionojmë, po qoftë edhe burimet financiare. Unë personalisht në këto 100 ditë janë 2 momente ose 2
çështje që cilat më kanë shqetësuar edhe nuk është se kam ndjerë një lumturi të madhe në përballjen me to. Njëra është një gjë që cilën më rezultoi disi e papritur kur fillova punë. Më rezultoi që është një çështje që nuk do të jetë vetëm prej 100 ditëve, është çështje edhe në vijim, është problemi i burimeve njerëzore, i profesionistëve të shëndetësisë. Në mënyrë të vijueshme marr kërkesa nga persona, mjek, infermier, që kërkojnë të rrinë në punë edhe për tej, mbushjes së moshës së daljes në pension. Sigurisht është kërkesë më se normale, derisa ndjehen fizikisht mirë, profesionalisht të aftë, por nga ana tjetër kemi një armat njerëzish që kanë mësuar, kanë studiuar, janë përpjekur, janë specializuar dhe presin të fillojnë punë. Dhe ndërkohë ka një, le të themi, një asimetri në hapësirë midis kësaj oferte dhe kërkesës që është e shpërndarë në territor. Sigurisht, ndoshta mund të jetë e pritshme që të mos ketë mjek specialist që mund të kenë dëshirë të shkojnë të punojnë në qytete që ndoshta përkasin të zonave që kanë ngelur në Shqipëri pak më të izoluara. Por ky fenomen ndeshet edhe në zona të mëdha urbane, në qytete që janë qendra qarqesh, që kanë traditë, që kanë potencial. Kjo më duket më e vështirë dhe e shoh që nuk do të jetë e afërt dhe e lehtë zgjidhja e kësaj gjëje. Momenti i dytë që më ka shqetësuar ishte mbajtja nga gatishmëri të përditshme pune, le të themi e pajisjeve të shtrenjta biomjekësore. Sa po rregulloi njëra, për fat keq duket sikur një dorë e fshet prishte një tjetër, mungonte diçka tjetër, edhe pse ne në fakt sidomos në 20 është një metaforë apo vërtet mund të ndodhë? Për momentin është metaforë, sepse s'ka mas një fakt më shumë. Por koincidenca është shumë fatkeqe. Mjedhe të paktën, sidomos në këto 25 ditë e fundit, arritëm që një grup të mirë pajisjesh ta vëmë në punë. Kështu janë disa skanera në QSUT, rezonanca në QSUT, rezonancat e skanerit Durrës, skaneri i spitalit ushtarak, spitalin e traumës, që quajmë tani që ishte e prishur që nga Vera, skaneri i spitalin e Korçës. Megjithatë, prapë shoh që ishin zgjidhje pak të sforcuara dhe jo pjesë e një zgjidhje të qëndrueshme afatgjatë, të cilën besoj se do të duhet të merremi me të gjatë gjithë vitit të ardhshëm, që pastaj ta fusim në një mënyrë më normale. Domethënë nuk është e mundur që në një sistem të madh siç është ky i shëndetësisë, për nga parat, për nga njerëzit që punojnë, njerëzit që shërbejnë me shtrirjen në territor, të mund të administrohet me këtë lloj po themi emergjence ditë pas dite. Por sigurisht që ky 100 ditë sidomos ne na mundsoi që të paktën të bëjmë ato ndryshime të nevojshme, të domosdoshme ligjore, ndoshta jo ende të nevojshme, me ndryshimet e ligjit për sigurimin shëndetësor dhe me projektin për buxhetin e vitit 2019 dhe me ndryshimin në paketet fiskale specifikisht për TVSH-n, që të fillojmë që nga 1 janari të jemi në gjendje të përmbushim angazhimet që ne kemi në programin e qeverisë, që i bëm fushat dhe që pastaj që nga shtatori janë dhe dokument zyrtar sepse janë miratuar në kuvend. Qartë. Zoti Shehu, këto 100 ditë para të qeverisë ju kanë lënë një shije të mirë për mundësinë e fillimit janar me këmbë të mbarë në këtë sistem? Fatkeqësisht jo. Vërtet problemet mund të jenë, siç i thotë dhe ministri, por problemi për mua është se qeveria nuk ka hyrë në zyrë me konceptin e vazhdimësisë. Ne duhet pranojmë që në shërbimin shëndetësor jemi mbrapa në raport me reformat që kërkon sistemi. Pra ne nuk kemi një sistem funksional. Nuk kemi mekanizma të cilat i bëjnë njerëzit të përgjegjshëm, ju masin rezultatet e punës dhe zgjidhin dhe këto probleme që mund të jenë të vërteta, siç e thot ministri, por unë këto i shoh pastaj në këndvështrime një mentaliteti i cili ndoshta dhe është ushqyer, sepse kur erdhi qeveria e re duhet që të kishte shpalosur vizionin për reformat
që do të ndërmarrë dhe burimet që i duhen për të ndërmarrë reformat. Dhe fatkeqësisht ministri me drejtuesit e shërbimit shëndetësor në vend që të fillonin punën brenda në spital e filluan në ambientet jashtë spitalit, me kioskat, me disa që këtu duhet të debatoj, duhet jenë apo s'duhet jenë, duhesh parkim apo duheshin kioska, puna është çfarë bëhet brenda në spital. Dhe aq më tepër që në rastin e shërbimit shëndetësor, kjo qeveri pati fatin që të ishte në një moment kur kishte filluar reforma. Sepse unë jam dëshmitar i një periudhe 8 vjeçare që është debatuar shumë, por vetëm para një viti ose se janë bërë 2 vjet, ne arritëm të bëjmë ligjin për financimin e shërbimit shëndetësor, që është çelësi i shërbimit shëndetësor dhe që hedh poshtë atë që Partia Socialiste e shiti si shërbim shëndetësor falas. Do të flasim në detaj për këtë, por qëndrojmë të 100 ditë dhe shërbimi një shije e shëndetësor parë falas se 100 ditë. është e kundërt e mekanizmit që ka ligji i shërbimit shëndetësor. Dhe nëse qeveria do të kishte qenë pozitive, nëse qeveria do të kishte parë përpara, nëse qeveria do të ishte fokusuar në reformën, do të ishin bërë hapa konkret, të cilat pastaj do të jepnin edhe rezultate të prekshme. Ndoshta sot, sepse unë nuk pres që do të kishim parë në 3 muaj ndonjë ndryshim të madh në këtë shërbim, i cili duhet pranuar. Ka probleme, kërkon ndërhyrje dhe reforma të thella, sepse ne e kemi modelin në Shqipëri. Kemi sektor privat, kemi dhe sektorin publik. Një sektor privat të shtrejt që është mollë ndaluar për shumicën e shqiptarëve, por që edhe shtresa e mesme ka të vështirë që ta shfrytëzojë. Kështu që për të ndërfutur në debat dhe jo vetëm në debat, jemi edhe në edhe botën zotja e Leibeu. hapur që njerëzit kompanitë e sigurimeve kanë krijuar mundësi të shkojnë të kurohen në Austri, pra njerëzit shikojnë edhe pastaj krijon edhe një efekt psikologjik tek njerëzit. Pra një shërbim të cilin duhet ta marrin të gjithë, por një mundësi që e kanë shumë pak. Nëse nuk ka një replik, do të kaloja në një material për buxhetin. Ke një replik me sa të shoh? Unë së pari do doja të thoja që në situatën shumë të vështirë me cilën ne u ndeshëm në fillim të punës, me mungesa në furnizim me barna, në materiale mjekësore, sigurisht që nëse kemi punuar për të hartuar platformat e reja, dhe besoj të flasim të emisionit, kishim më domosdoshme të përballeshim me emergjencën. Dhe kështu të paktën, ne arritëm që të furnizojmë që sotën me barna në një vlerë rreth $900, të furnizojmë spitalin e traumës me barna në një vlerë rreth $150, po dhe të fillojmë të japim elementet e parë të asaj për cilët u angazhuam. Dhe kështu që nga 1 tetori, tarifat për ekzaminimet e smundjeve tumorale për personat pasiguruar i bëm 0, si dhe tarifat për ekzaminimet e nevojshme gjatë shtatzanisë përsëri për gratë e pasiguruar i bëm 0. Pra filluam të japim elementet e parë të asaj çfarë kishim. Ndërkohë që sigurisht që ne e kishim treguar që gjatë fushatës që kemi një qasje tjetër në shëndetësi, qeveria e mëparshme për 8 vjet praktikisht nuk arriti të bëjë asgjë, sepse nëse miratoi në shkurt 2011 një ligj, 2 vjet e më shumë nuk i mjaftuan të miratoj as vendimet që duhet bënin të mundshëm zbatimin e atij ligji, por për ta bërë të qartë publikun, ne nuk e nisim nga hiçi atë që duam të ndërtojmë. Nëse ligji aktual ofron kujdes shëndetësor për një pjesë të popullsisë shqiptare, për personat e siguruar që janë marrëdhënie pune apo vetë punësimi në fshat apo në qytet, për fëmijët nga 0 deri 18 vjeç plus ata që janë student, për pensionistët apo personat me aftësi të kufizuar, ne e shtrim këtë gjë mbi të gjithë personat që janë rezidentë në Shqipëri. Por edhe ne kemi thënë që shërbimi shëndetësor kombëtar që duam të ngrejmë do të jetë paguesi vetëm i kujdesit shëndetësor për gjitha njerëzit në Shqipëri dhe do të mund ta marrë këtë kujdes shëndetësor nga ofruesit publik dhe jo publik
të kujdesit shëndetësor. Dhe të këtë do të ndalojmë gjatë, sepse është hera e parë që ndodh kjo apo jo? Herën e parë që futen në spitale private. Jo herën e parë komplet. Këtu do të bëjmë debatin ka një realitet sot që funksionon. Një gjë do të kundërshtoj unë. Ju përdorët termin të siguruar dhe të pasiguruar. Këtu fillojnë pastaj ato aspektet që krijojnë një debat pa bukë. Në Shqipëri, më të shëndetshëm që i mungon Shqipërisë për 20 vjet. Në Shqipëri teorikisht janë të gjithë të siguruar. Por në Shqipëri nuk mund të kesh akses në spital, se të bie rruga për të shkuar në spital dhe të bësh ekzaminime, si thua ti. Po të shkosh pa rekomandime të mjekëve sipas hierarkisë mjekësore, ty duhet të pagush. Shrevedin, të paktën konfondon dy gjëra. A e bën qëllimisht apo jo qëllimisht është tjetër çështje. Ne kemi në ligj sot dy gjëra. Kemi persona të siguruar. Kush është i vetpunësuar duhet paguajë të sigurohet. Patjetër. Qoftë është i formalizuar. Edhe një herë, qoftë është i pa formalizuar, atëherë sigurisht ai ka probleme formalizimin në aspekte të tjera jetësore dhe shërbimi shëndetësor shumë më mbrapa. Pra, në Shqipëri janë të gjithë të siguruar sot. Shëndeti pensionistët janë të siguruar. Është e mirë, sapo e thash. Por pastaj ka një hierarki shërbimi. Do të shkosh tek mjeku i familjes, do të shkosh tek mjeku specialist, pastaj do të shkosh tek shërbimi tretësor, është e mirë publike. Shërbimi universitar. Janë dy gjëra krejt të ndryshme konceptualisht. Aksesi në sistem, nëse jemi këtu për të shpallur vizione para sistem. Një pa punë, është i siguruar? Është i pa punë nëse është në skemën e ndihmës ekonomike ose të asistencës së papunësisë. Jeni shumë thjesht për shqiptarët. Në moshë punë në Shqipëri janë 1.600.000 vetë. Shqiptarë në moshë punë me sensus. Të siguruar në mënyrë drejt për drejt. Nga të dhënat zyrtare janë 470.000 vetë fshat dhe qytet. I shtojmë ata që janë punë kërkues të papunë, pra që kanë shkuar në zyrat e punës dhe janë regjistruar si të papunë, janë 120.000 vetë. Mbeten plus dhe janë 110.000 vetë që janë persona me aftësi të kufizuar, mbeten në Shqipëri. Po si kanë listë ato e lirë, nëse ata nuk janë formal, thash. Rreth 1 milion vetë në fushat e tjera. Nuk kanë akses. Shërbimi shëndetësor. Sigurisht që kush ka akses në sistemin shëndetësor, duhet të ndjek atë që quhet sistem referimi. Do të shkosh fillim te mjeku familjes, ai do të çojë te specialisti, specialisti në spital. Patjetër, por problemi është ky. Ngrihet pyetja, është i siguruar apo s'të pranon pse të ra rruga ty të trokash tek dera e mjekut? Pra ne jemi pak konkret. Në Shqipëri nuk ja dolëm që me atë model që na sugjeruan ndërkombëtarët, e mbështetë të dy krahët e politikës për 18 vjet, të mund t'i përfshinim dhe këta njerëz në skem. Ky është dyshimi që bëjmë ne. Por s'ke bërë asnjë ndryshim, nuk ke bërë asnjë ndryshim. As ato ekzaminimet që the nuk i ke bërë. Çfarë kemi sot në Shqipëri? Të merremi me ato që duhet bërë. Është një shërbim të cilin e ofrojnë spitalet jo publike, por në një farë mënyrë, në mënyrë indirekte. Për shembull, shërbimi i dializës që sot ofrohet nga operator jo publik është i kontraktuar nga QSUT-ja. Formalisht, QSUT-ja është spital për të bërë misionin e vet. Nuk është spital që të nënkontraktojë një shërbim. Ajo që ne kemi filluar, edhe këto ditë që flasim, besoj se media duhet të ketë transmetuar edhe një aktivitet që është bërë dhe të premten, edhe dje, a i djeshmi ka qenë shumë i rëndësishëm, kemi filluar ka puna në ISKSH, me ligjin që këta e miratuan, por nuk qenë kur të zotë fillojnë të zbatojnë, të hartojmë... A i ligjë do vetëm protokollin dhe kostimin. Të hartojmë paketat për çfarë? Paketën për vitin e ardhshëm, për dializën, për shërbimet e sëmundjeve të zemrës, për transplantin e veshkës dhe transplantin e mëlçisë, në mënyrë që paguesi i vetëm të jetë në gjendje mbas hartimit të paketës ta blej për shqiptarët në një ofrues publik apo jo publik, sigurisht të dy këto ofrues do të plotësojnë ca kritera dhe të jenë të rregulluar. Le të shpjegojmë pak qartë dhe sa më shkojë, pikërisht të filozofinë tuaj për këtë mënyrë sigurimi se si do t'i drejtoj publiku edhe tek privati këto fonde dhe më pas do duhet të dija dhe rolin që mund të luajë në këtë skem edhe sigurimet private. Po marrim për shembull shërbimin e dializës, i cili ekziston. Është një sëmundje të cilat për fat keq vitet e shtuar po rritet shumë. Numri personave që kanë nevojë për këtë gjë që është jetike, po rritet ndjeshëm. Ne jemi të vetëdijshëm që institucionet publike sot nuk e përballojnë dot nevojat, por edhe ne nuk kemi mjete
që të investojmë komplet me para publike për të realizuar këtë qëllim. Ndërkohë, na vjen në ndihmë shëndetësia jo publike, sepse ka mundësi të investojë, dhe atëherë çfarë bëjmë? Në ISKSH ka filluar nga puna për hartimin e kësaj pakete, shërbimi i hemodializës, i cili mbasi të bëhet protokolli dhe të kostohet, ne do të kemi një regjistër pranë shërbimit tonë universitar të nefrologjisë në QSUT dhe në atë regjistër në të gjithë territorin e Shqipërisë do të ofrojmë sipas mundësive këtë shërbim fillimisht në spitalet publike dhe aty ku e dim që sot që nuk kemi mbulim territori, edhe në spitalet jo publike apo në qendra të tjera që mund të ndërtohen për këtë qëllim. Sepse që nga momenti që ka filluar ky shërbim të jepet me institucion jo publik në firë, me të drejtë këta njerëz që duhet ta bëjnë këtë shërbim 3 herë në javë, 155 ditë në vit, kanë të drejtë thonë, po pse duhet të nisem unë nga Korçë të vinë në Elbasan, apo të nisem unë nga Berati të shkojnë në Vlorë, kur kjo është një gjë e domosdoshme, jetike dhe dua ta marr sa më plan vendbanimit tim. Edhe për ne është shumë e mirë, jo vetëm nga ana humane, nga ana shëndetësore, por edhe nga kosto, sepse në parim edhe transportin shteti duhet të paguaj, pavarësisht se për borxhe të mëdha që dihet që janë trashëguar, janë dhe këto borxhe të vogla, por shumë të rënda për ata. Ndërkohë, një element dytë po këtë çështje. Sot ne shpenzojmë mesatarisht, bazuar në tarifat që sot zbatohen me shëndetësinë jo publike për këtë shërbim, rreth 14.000 euro për një person në vit. Ndërkohë që sot në Shqipëri ekzistojnë kapacitetet profesionale që të mund të bëhet transplant i veshkës. Për fat mirë, kemi ende edhe një shoqëri solidare, sidomos solidaritet familjar, ku donator për të familjes ofrojnë për të gjështe. Dhe kjo që të flasim është një gjë shumë e mirë dhe madje për mua, edhe në shëndetësi vetë është një investim. Radh parë është njerëzor, sepse një transplant i suksesshëm i heq atij fatkeqit hadhin e madh që të shkojë 3 herë në javë dhe e kthen në një person. Një minutë, zotë Shqipëri. Se kjo është e rëndësishme për publikun. Është shërbimi për parsor, për mua. Janë masa e qytetarëve. Jemi këtu për debatuar. Dhe e kthen këtë njeri aktiv shoqëri, por nga ana tjetër, një transplant praktikisht për 2 vjet, ndoshta edhe për më pak, i shlyen shpenzimet që bëhen çdo vit për. Atëherë, pyetja është kjo. E dyta, për të kthyer tek Jo, po të mbaroj, me shumë të drejtë. Po ne këtë kishim program, të fillonim një kontroll bazë parandalues për gjithë shqiptarët 40 deri 60 vjeç. Për të gjithë shërbim universal dhe falas. Pavarësisht. Ndan dot, më thuni për kufizim të shëndetësisë falas. Pastaj fillojmë debatin. Kjo që po të them. Pastaj të merremi me probleme. E kishim program, e përfshim në ligjin e sigurimit shëndetësor, kishim dhe fondet buxhet. Jam interesuar të mbaroj shpjegimin dhe pastaj do të fillojmë. Që tha, po i bën bazuar në atë ligjin që i la PD-ja apo në filozofinë politike dhe në skemën Shërvedin, ku thash, kontrolli bazë përjashtohet nga skema e sigurimit. Këtë thash. Ligji i djeshëm thotë të bëhen protokolle për çdo sëmundje, të kostohen sëmundjet dhe mbas kostimit të sëmundjeve shko kuro ku të duash dhe qeveria thotë unë ja 5 lekë për gotën e ujit. Ti e do gotën prej ari, bleje 15 lekë. Atëherë 10 lekë do t'i vesh nga xhepi. Jo, ky parim është. Por jo ka, më fal se mbase do të orientojmë sepse po rrin 2 kolegë se këta. Do të orientoja debatin edhe unë sikur të mbaroj. Problemi i Shqipërisë. Problemi i Shqipërisë, 1 minutë edhe vetëm për të hapur muhabet të mos merremi me ditë. Jo, muhabet e kemi shumë të hapura, problemi është mbarojmë të paktën njërin. Të hyjmë në thelbin e problemeve që ka shërbimi, sepse Iliri po fokusohet me ca gjëra që të prekin kur i dëgjon. Transplanti është një gjë shumë prekse kur mendon një individ. A mund ta mbarojmë si ide, si rrugë pra? Ideja është këtu. Atëherë, kostohet që nga momenti që kostohet, pastaj çfarë ndodh? Si në një moment të caktuar, pasi është marrë shërbimi ka Allajbeu, për shembull, Allajbeu ku i merr paratë? Si i merr paratë dhe kjo është shumë e rëndësishme. Të ma shpjegoj këtë zoti ministër si e ka menduar dhe pastaj debatojeni ju. Shqipëria në gjuhën ekonomike është një magazin pa inventar. Njerëzit nuk janë të identifikuar.
mungon numri i identitetit të personit, mungon karta e shëndetit publik, e shëndetit personal, në qoftë se ti do të identifikohesh në sistemin shëndetësor dhe të quhesh i siguruar apo pa i siguruar, të kthejmë mbrapsht shërbimi apo të pranoj shërbimi shëndetësor. Pra ky është çelësi. Dhe këtu janë bërë përpjekje që në kohën e qeverisë socialiste, kanë vazhduar në kohën e qeverisë demokratike, u bë një progres në vitet e fundit dhe tashmë jemi në një moment kur ne duhet të ecim përpara. Nuk është vetëm një diskutim politik, pasi kemi në studio dy aktorë shumë të rëndësishëm të sistemit, që është pikërisht spitali privat dhe sigurimi privat, cilët deri tani dhe në gjithë botën janë dy aktorë të cilët luajnë shumë fort në kontekstin privat të sistemit shëndetësisë. Allajbeu, atëherë unë pyeta ministrin se ju a e keni të qartë në fakt se si do të rimbursoheni për këto shërbime që filozofia socialiste ka deri tani për marrjen e shërbimit nga publiku te privati? Po, normalisht tema u nda shumë, u shpërnda, por nëse vim tek e para që... Jo, 100 ditët i lëmë se ajo është politike dhe përfaqësuesit politik debatuan. Jo, 100 ditët pasën diçka që duat përgëzoj në veçanti drejtorinë e qesutës, dhe po ashtu dhe drejtorinë e qendrës traumës, që të sotmen, patjetër të djeshmen ne kemi falenderuar më para, por realisht kanë sjellë një mentalitet të ri të menaxhimit. Ne kemi një kontratë për sa i përket shërbimit dializës, ku është bërë njohja e detyrimeve të deritanishme dhe është futur në një sistem pagese të rregullt. Ne si sistem, si privat, gjëja që mund të presim në këto pagditë, kjo është. Në fjalë patjetër që zgjidhjet e këtyre pagditëve do të ishin paliative, fjalë ku ishin problemet më të mëdha, atje do fokusohej. Për sa i përket të mëtejshmes, a e kuptoj dot ose si do të përfitojmë ne nga kjo? Më vjen mirë së pari që gjithçka është në kontekstin e një sinergjie që po vazhdohet me reforma dhe shihet që shëndetësia po bëhet realisht prioritet për sa i përket angazhimit të deritanishëm dhe një hap konkret që është ndërmarr është fillimi nga ISKSH-ja dhe thirrja dhe e subjekteve private për një konsult të tillë e kostifikimit të shërbimeve të caktuara. Këto patjetër që mund të jenë pak, mund të jetë dializa që deri tani është, por transplanti ose transplanti i heparit, por sido që të jetë, këtu është një volum aq i madh sa që s'mund të pritet që gjithçka të ndodhi me një shkop magjik dhe të ndodhi menjëherë. Kështu që patjetër që ka një frym të mirë për të hyrë në gjëra më të përgjithshme. Ka një shërbimi publik dhe shërbimit privat. Dhe sinergji ndërmjet midis asaj që u la, nuk është se kemi një tendencë për të prishur gjithçka ose për të kështu, por ka një midis asaj që u la dhe një përmirësimi të asaj që ju keni një ide sot për sot si do të rimbursoheni nëse do të jepni shërbim publikut i cili është i siguruar? Është shumë e qartë. Me fjalë thjesht për njerëzit mund të jetë pak e vështirë në kështu, por nuk janë akoma qartë. Po, kemi të punësuarit, si tha zoti ministër, që janë të identifikuar që paguajnë sigurimin sot, ka pensionistë, ka gjëra të caktuara, po, ka dhe sëmundjes ne flasim për popullin, për qytetarët. Për popullin po flas. Dhe ka dhe shtresa të cilat janë shtresa në nevojë, që nuk po hyj shumë në detaje. Të cilat, jo, nuk po flas për spitalet private, në përgjithësi, të cilat sot i financon buxheti i shtetit me një fond X që është rreth 70% në fondin e sigurimeve. Dhe ka një mbulim që do të futet një mbulim universal, ku të gjithë do të jenë të mbuluar, që të gjithë do të mund të marrin shërbimin. Dhe besoj, nuk e di, zoti ministër mund ta shprehë më mirë, është që do të vendoset kosto e çdo shërbimi, ku do të thuhet që nëse kosto e këtij shërbimi është 8 lekë, ky person mund ta marrë këtë në publik, mund ta marrë edhe në privat. Tani patjetër që nuk ka buxhet, këtë të gjithë e dinë që nuk ka buxhet që sot të hapësh thesin dhe të thosh që të gjithë mund të shkojnë ku të duan. Kjo do të ketë një shkallëzim të vetin, nëse do të përfundohet reforma, por që do të mund të vinë dhe të marrin një diçka qoftë të pjesshme në privat. Për shembull, nëse hyj specifikisht, nëse unë koronarografin sot e kostifikoj 700 euro si privat, ISKSH-ja nesër mund të dalë me një çmim dhe të thojë që unë paguaj për këtë 50.000 lekë të reja ose $500. Dhe pjesa shtesë pacienti mund ta paguajë vetë, mund të shkojë në një kompani sigurimi privat, ose unë si spital privat mund të kem interes të them që po, nëse unë marr një numër të caktuar dhe unë e ofroj me 50.000 lekë. Kështu këto janë gjëra që tregu do t'i vetë rregullojë. E rëndësishme është që të ndërmerren disa hapa. Dhe patjetër më e thjeshtë janë rastet e izoluara, që ta fillosh me rastet e izoluara, nuk mund ta hapësh, se atëherë buxheti se përballon dot. E qartë.
Do të kalojmë më njëherë në një hapësirë publicitare të nderuar televizionistë, më pas do doja të dija nga zoti Ponari, si e shikojnë sigurimet private këtë filozofi dhe ide të re të Partisë Socialiste për të majtëve për sistemin shëndetësor dhe a mendon se ka vend edhe për një rritje të këtij lloji tregu më njëherë pas hapësirave publicitare. Themi në këtë transmetim të drejt për drejt nderuar teleshikues studion e hapur, po flasim për shëndetësinë në falas, filozofinë e re të socialistëve për skemën e sigurimeve, zoti Ponari. Ndërkohë që po flitet për ndërfutjen e tregut të spitaleve private, tregu i sigurimeve shëndetësore, ndjen veten përfshirë? Private, gjithmonë. Po, atëherë unë do të thoja që problemi është pak më i mprehtë, pak më i koklabitur, dhe do të thoja që ajo që duhet thënë është që tregu i sigurimeve është ajo që duhet të jetë pjesë e gjithë reformës që bën qeveria shqiptare, sepse tregu i sigurimeve private që ka të inkluduar në produktet e tij ka dhe sigurimet shtetësore. Në gjithë botën kjo është skemë e përbashkët dhe natyrisht që funksionojnë bashkërisht, sepse sigurimet private janë është ajo industri që në fund fundit përballet, është industri që është e krijuar posaçërisht për pagesën e dëmeve shtetësore, materiale apo tjerë. Në rastin konkret kemi të bëjmë një, do thoya që pavarësisht debatit politik, unë do thoya që njerëzit, qytetarët do ndinë se ku do t'i drejtojnë. Do t'i drejtojnë një spitali privat apo do t'i drejtojnë një spitali shtetëror. Tek spitali privat ato hasin një vështirësi sepse aty duhet paguajnë. Secili duhet shkojë me para në dorë, ashtu si shkojë blej domatë në dyqan, do shkojë blej edhe kontroll mjekësor, kjo ka qenë deri më sot. Ndërsa në spitalin shtetëror natyrisht shërbimi dihet si është dhe mundësitë për të mjekuar dhe për të kuruar qytetarët janë të ndryshme. Tani ku qëndron pozicioni i sigurimeve private dhe në çfarë roli kanë ato. Në ligjet më pashme, sigurimet shtetësore janë të njohura si shpenzime zbritshme. Pra, çdo pronar i një kompanie, çdo institucion privat apo shtetëror, në rast se kryen shërbime, domethënë bën shërbime shëndetësore për punojësit e tij, i njihen si shpenzime zbritshme dhe natyrisht që ka qenë një paketë mjaft e mirë dhe mjaft sensibilizuese dhe mbështetëse për bizneset dhe një incentiv që kompanitë private mund ta përdorin për të stimuluar punojësit e tyre. Kjo është një gjë mjaft pozitive e cila ka filluar dhe për këtë arsye dhe tregu privat, spitalet, klinikat sot janë me shumicë në Shqipëri dhe ofrojnë të gjitha llojet e shërbimeve mjekësore, spitalore dhe shërbime të tjera. Në analiza që unë gjatë këtyre vite ne kryejm, ne kemi mbi 20.000 klientë të siguruar privatisht, të cilat marrin pjesë totalisht në skemën private. Pra, ato pavarësisht se paguajnë kontributin sigurime shtetësore, ato janë drejtuar skemës private sepse kanë mundësi më të shpejta, domethënë marrin analiza më shpejta, marrin sigurime shtetësore më shpejta. Por ideja është që janë të gjithë njerëz që kanë probleme financiare shumë të larta. Jo, nuk është ashtu. Domethënë kosto e një primi mesat, do të nëse flasim për një prim mesatar të gjithë kësaj të këtij grupi njerëzish është rreth 162 euro në vit, që i bie 0,5 euro në ditë për një njeri. Pra nuk është në një kosto kushëziti se çfarë. Dhe mbi bazën e kësaj ne kemi konkluduar dhe kemi arritur edhe atë që dëmi mesatari në total i këtyre 20.000 personave rreth 150 euro. Pra edhe dëmet dhe primet ka një raport afërsisht të përafërt, të cilat janë të përballueshme. Dhe kompanitë që sot e kryejnë këtë lloj shërbimi ose këtë lloj mundësie për punojësit e tyre kanë krijuar edhe këto avantazhe për to. Pra, kosto është mjaft e ulët, nuk është e lartë, është e përballueshme, është për të gjithë qytetarët, por duke hyrë tek skema që zoti ministër mendon, këtu duhet parë kush është raporti, kush do të jetë pozicioni i tregut privat dhe kush do të jetë pozicioni i tregut i institutit i qeverisë shqiptare për të paguar dhe kush do të jenë çfarë do ketë midis këtyre dyave. Pra, nëse ne do të vazhdojmë me të njëjtën skemë, do të paguajmë, do të mbështesim këto klientë të cilët kanë një numër mjaft të madh, atëherë kush është rimbursimi në mënyrë sepse nëse shteti do të marrë përsipër një nivel caktuar, bie fjala nëse kalkulohet që totali i dëmeve përcaktuar për çdo qytetar do të jetë 1 milion lek të vjetra në total dhe mbi këtë 1 milion që atëherë do të hyjë tregu privat, pra kosto për qytetarët do të jetë mjaft e ulur sepse do të marrë një produkt shtesë për të kuruar dhe kjo do ta ndihmojë skemën ashtu siç është dhe kjo skemë funksionon në gjithë botën. Pra, ndërtimi i shkallëzuar i mbulimit në sigurim shëndetësor, shtetëror
dhe privat, i shkallëzuar, do të krijojë edhe mundësinë që çdo qytetar të ketë të drejtën të drejtohet çdo lloj klinike private apo shtetërore qoftë, çdo lloj spitali privat apo shtetëror. Zoti Beqa, është llogaritur ky lloj tavani dhe është qëllimi juaj që të ndërfusni edhe tregun e sigurimit privat në skemën tuaj? Zoti Ponari sapo shpjegoi që ka patur një nismë ligjore që punëdhënësi, pronari, i konsiderohen shpenzimet të zbritshme për efekt të arritjes të atim fitimit në fund të aktivitetit financiar, kur bën sigurim shëndeti për të punësuarit e tij. Pra prap po flasim për të punësuarit që janë të punësuar formal. Po e përsëris, shqetësimi ynë themelor ka qenë. Dhe prandaj dolëm me një platformë të re. Unë nuk përjashtova personat fizik, desha të thoshe që jo vetëm për Ta mbaroj punojësit. lutem. Dhe për të thënë janë edhe punojësit privat, edhe çdo njeri ka zyrën të hapur dhe dorën të hapur që të marrë produkt Po shëndetësor. flasim çfarë ndodh sot. Që do të thotë që në Shqipëri numri i njerëzve që pas 18 vjetësh një sistem të sigurimit kujdesshëm shëndetësor është jashtë sistemit, është ende jashtëzakonisht i madh. Dhe ky pastaj, sigurisht duke patur këto lloj barrierash, nuk Pa formalizuar, Elir. po Shervedin, a ka mundësi të mos ndërpresësh lutem? Jo, s'po ndërpresu, po të të lutem. plotësoj. Të lutem. Që të dali mendimi A ka më i mundësi qartë. mos ndërpresësh sa herë Ose ta kuptoj fillon dhe njerëzit se s'të këtu s'kemi pëlqen? për mua për ty këtu. Sa herë dhe Kemi fillon ata që nuk të shikojnë pëlqen çfarë them, fillon ndërhy. Të lutem mos më ndërhy. Jo, Të lutem mos më ndërhy. si po do Që ndërhyjmë do me të një thotë, tjetri sepse ne sigurisht që jemi këtu për këto debatuar. barriera ekonomike bëjnë që personi nga pamundësia financiare dhe nga mospasja e statutit të sigurimit të rri larg sistemit parsor dhe pastaj përfundon në situatë shumë fatkeqe kur ka nevojë për kurim spitalor edhe të kushtueshëm. Kjo është arsyeja pse kemi thënë shëndeti publik për ne është e mirë publike, do t'ja japim kujdo sipas nevojës, duke i dalë për zot Komunizëm. me taksimin e përgjithshëm. Do të thotë, është falas për mua që kam nevojë, po sigurisht ai që ofron kushton se ka kosto, nuk është pa kosto, dhe është shërbimi kombëtar shëndetësor që do ta paguaj këtë shërbim. Me si do të paguaj? Me taksim të përgjithshëm. Pra, sigurisht që kushton. A e përballon dot? Dhe a do ishte sigurimi privat një mundësi për ta shumëfishuar? Tu fillojmë pastaj stres. Zoti Ponari tha që ne na rezulton një 0,5 euro në ditë për person. Sigurisht, është një vlerësim që këta kanë bërë në bazë të metodave shkencore aktuare. Nuk krejt normale. Është një shkencë që ekziston prej më shumë se 100 vjetësh në botë. Nuk kemi ngel ne ta shpikim rrotën në Shqipëri me asnjë gjë, aq më shumë edhe këtu. Dhe pikërisht me këtë po e fillojmë që në vitin 2014. Në program kemi thënë, brenda vitit 2014 do të fillojë zbatimi i një programi kombëtar për kontrollin bazë të shëndetit për popullsinë në intervalin moshor 40 deri 60 vjeç. Që do të thotë, po i ftojmë shqiptarët vitin tjetër, pa pagesë nga xhepi i tyre, të shkojnë një herë në vit te doktori pa patur asnjë lloj shqetësimi. Për çfarë do lloj problemi që ka? Jo, Edhe kur nuk kanë shqetësim. ky është kontroll paraprak. Shrevedin, Se do të vinë të bëni italianë shqiptar, po që the që nuk janë regjistruar shqiptarët, të paktën i përket një mazhorance nuk që kanë kartë shëndeti, nuk i ketë ti në sistemin e shërbimit shëndetësor. Për vite me radhë pa kemi thënë që po të bëhet trokasatje, po regjistrin e mirë se erdhë shtetetave thotë më modern sepse në ti je botë. i Shrevedin, siguruar. shqiptarët Kjo është sot- ABC-ja e reformës në qoftë se mendon Shqiptarët sot që ka një shqiptarët numër ketë identiteti, të drejtën ka të një marrin kartë shërbimet identiteti që takojnë. dhe për sa kohë unë kam thënë këtu në këtë program. E keni Por lexuar program këtë ti ke gënjur për të marrë vota. Unë kam thënë, do t'ja ofroj kujdo që është rezident. Kujdo I kam që është njerëzit rezident, në s'ke nevojë t'ja regjistrin ofrosh ti, civile. e ka aty. Po shkon e I merr kam në një mënyrë rezidentët spekulative. këtu, që do të E merr thotë, duke paguar kur nuk vitin duhet ardhshëm, paguaj. Po filloj Këto janë me problemet e 800.000 sistemit. shqiptarë që janë 40 deri 60 vjeç, të shkojnë një herë në vit te mjeku, pa pas asnjë gjë, pa që Po duke ku di që është shqiptare që mirë do të si kokra e mollës, do shkojnë në 430 qendra shëndetësore që i ka sistemi shëndetësor parsor. Dhe ndërkohë kam thënë, dhe në mosha më të reja për disa shtresat veçanta të shoqërisë, që do të thotë, duam që, për shembull grave, të cilat shkenca tregon që disa kontrolle parandaluese për disa smundje tumorale specifike për gjinën e tyre
duhet t'i fillojmë edhe që 35 vjeç. Që mos përfundojmë pastaj që ta zbulojmë kancerin në shkallën e 4. Edhe kushton edhe shtetit edhe të gjitha. Edhe ky është investim. Dhe po e bëjmë për gjithë pa dallim. Sot bëhet kjo. Po ti jesh i siguruar të çon mjeku pa pagesë në mjeku specialist, po ti jesh i pasiguruar, duhet ta paguash tarifën që në ekzaminim e parë. Kjo barrieri për njerëzit të pengon dhe pastaj përfundojnë fatalitete. Prandaj kemi rritje të lartë të incidencës të sëmundjeve tumorale dhe të zbuluara në shkallë të lartë. Unë fakt prapë po shikoj që ministri vazhdon me fantazira. Nuk ka parasysh shqiptarët konkret që jetojnë në Shqipëri. Unë thash që nga ana formale dhe ligjore të gjithë shqiptarët janë të siguruar. Vetëm ai që refuzon të jetë i siguruar. Por, problemi është që ne këto shqiptarë nuk i kemi listuar që kur të shkojnë tek mjeku për katës, mjeku me njëherë të identifikojë se kush është ky person. Dhe këtu kemi të bëjmë me disa çështje. Po, a nuk është më thjesht kjo tani, gjithkush, edhe ai i pasiguruari, nuk ka nevojë të tregojë asgjë dhe demonstrojë asgjë përveç faktit që është rezident në Shqipëri dhe nuk paguan asgjë. Sepse kur ti shkosh mjeku do të thotë kush je ti, ku banon ti, do të thotë mjeku. Sepse nuk të njeh. Pra nuk ke një regjistër. Të njeh Shërbetin, se çdo mjek familje ka familje për Shërbetin. Çdo mjek familje ka gjithë familjet shqiptare. Po, jo, do ta them unë tash me dy fjalë. Do ta them unë me dy fjalë tash. Teknike dhe çfarë Tu nuk vujmë nga ky problem. Ne vujmë nga problemi që sistemi shëndetësor. Tu 1 milion njerëz e kanë derën e mbyllur. Sistemi ekzistues e ka tregun dhe nuk i ik. Pra nuk ka konkurencë në treg. Dhe shërbimi shëndetësor privat do të krijojë konkurencën. Në Shqipëri ekzistojnë dy nivele shërbimesh. Shërbimi publik dhe shërbimi privat. Dhe shërbimi privat është i mundur vetëm nëpërmjet sigurimit suplementar, po ta quajmë me këtë gjuhë tani. Nëse do të shkosh të bësh një sigurim tek kompanitë private të sigurimit, është ndryshe. Sepse prit tash. Ajo tjetra vjen nëpërmjet atij ligji që ti e ke gjetë të gatshëm. Kjo është tjetra. Dhe atë ligj e ke nga Kjo është tjetra. Po atë ligj e ke nga majtën sirtar 2 vjet. Tani 4 vjet për ta miratuar. Jo, nuk është majtur në sirtar. Sepse ai ligj është majtë në bibliotekë. Ai ligj ka një parakusht. Nuk mund të bëhet funksional nëse nuk kostohen shërbimet. Dhe problemi më i madh, problemi më i madh i ligjit që kostonit për 8 vjet. Dhe që thuti, po duhet ta kisha bërë ti, Ilir, sepse kostonit për 8 vjet. Nëse kujtohet ty, ka qenë një kredi e Bankës Botërore pikërisht për modernizimin e shërbimit shëndetësor që në 2006. Kështu që unë isha në opozitë atëherë Shërbetin. Jo, s'ke qenë në opozitë. 2006 ka qenë në shëndetësi. Ka qenë jo shëndetësi, s'ke qenë, po ka qenë të sigurime shoqërore. Në atë kohë me neve. Në 2007 Shërbetin ishin lekët e Bankës Botërore. Ka minuta për të bërë muhabet. Sepse me që hapën këto muhabete, në 2007 ishin lekët, tha do bëjmë kartën digjitale identitetit në 2 çipa. Karta digjitale teknikisht është bërë, por nuk është funksionale sepse është numri identiteti që u vu nëpërmjet pasaportave, por nuk është problemi që duhet të diskutojmë. Tu duhet të diskutojmë këtë që ajo paketa që do bëhet bazuar në ligjin, për cilin po debatojmë ne të dy, ajo paketë përsëri duhet të hap rrugën që çdo person i siguruar të zgjedh shërbimin. Çdo rezident. Dhe s'ka më person problemi çdo rezident, ky është ndryshimi. Çdo rezident konkretisht për thelbin, zoti Sheu. Pikërisht t'ia shpjegojmë njerëzve, që nga janari shteti duhet të ndërtojë një kosto ose paketë të kostuar shërbime shëndetësore. Do ta bëjmë cila kur? Do të ministër tha që do ta bëjmë. Dakor, po e bëri, pastaj ne do themi shumë mirë, sepse kështu e thot ligji. Dhe kjo paket do të ndërtohet bazuar në disa standarde. Ka një kur për këtë, kur do kostohen, kur do të njohim kostot e shërbimeve? Atëherë, ne kemi filluar nga puna, fillimisht për të hartuar 4 paketa. Hemodializa e parë. Hemodializa, shërbimet e hemodinamikës, transplanti i veshkës, transplanti i mëlçisë. Këto 4 paketa kanë filluar, të cilat vitin tjetër do t'i ofrojmë për shqiptarët në spitalet tona, por dhe në institucione jo publike, sepse jemi të vetëdijshëm që spitalet publike, nevojat që kemi nuk i përballojnë dot. Si ndjeni vetëm me këto 4 paketa, më pas do kthejmë sërish te ju zoti Sheu?
Patjetër, unë e thash në fillim që është një hap shumë i rëndësishëm dhe shpresojmë që ashtu si zoti ministër tha, në 2014 kjo të jetë si më tej, të futen dhe paketa të reja për sa i përket 2015-s, ku mund të futen shërbimi onkologjik, mund të futen ndërhyrje të tjera të cilat realisht zënë pjesën kryesore të shërbimeve, dhe nëse ecet me këtë ide dhe me këtë mënyrë, besoj se do të arrim atje ku i intereson si publikut ashtu dhe privatit. Por të kthehem tek çështja e sigurimeve, që Sigali është kompania e sigurimeve me të cilën ne kemi bashkëpunimin më të rëndësishëm dhe është paguesi kryesor i Joni. Është kompania e sigurimeve më madhe në Shqipëri. Më madhe në Shqipëri. Dhe në vendet e tjera, kompanitë e sigurimeve private zënë një rol shumë të rëndësishëm, pasi nëse marrim për bazë paketën që do të formohet nga Fondi i Sigurimeve ose nga Instituti Kombëtar me mënyrën e re të emërimit, do të thotë që ajo do të jetë në një nivel bazik. Në fjalë që çmimet nuk do të jenë, mbase do të jenë më poshtë çmimeve të cilat do t'i ofrojë privati. Dhe këtu a do të hyjë kompania, a do të vazhdojnë të operojnë kompanitë e sigurimit privat për të mbuluar këtë... Po pikërisht, sepse në qoftë se ka 5 lek në kosto, po e them sigurisht në mënyrë figurative në shtet, sigurisht nuk e ka 5 lek në privat. Mund të jetë më lartë, mund të jetë e njëjta kosto, atë nuk e di. Po thua se nuk ndodh asnjëherë kjo midis spitalit privat dhe publik në Shqipëri. Çështja është kjo, që ne do të themi që kaq marrin përsipër të paguajmë për këtë shërbim. Po. Dhe pastaj ofrohen edhe ofruesit jo publik për të rënë dakord dhe o e pranojnë atë kosto dhe përgjithsisht eksperienca e vendeve të tjera që e kanë hyrë në këtë rrugë para disa vitesh është vënë re që edhe privatët i afrohen asaj, sepse në fundit një operator e di që vitin e ardhshëm një numër të caktuar të këtyre ekzaminimeve di që fillim vitit kur bën biznes planin e tij do t'i kem të marra nga fondi dhe mund të bëjë një së dyti. Kjo e krijon një hapësirë në mendimin tim edhe për sigurimin privat, për ta bërë dhe atë më efektiv, që do të thotë, dikush e ka këtë mundësi, merr nga fondi koston e paketës bazë dhe nëse do të mos pres radhë, se edhe kjo do të ketë radhë ke privati, se shërbimi do të ketë një regjistër kombëtar, do të hyjë të kaloj radhën, do po themi të marrë një shërbim plotësues më të lehtë, po them një gjë më thjesht, me një dhomë vetëm, apo me një shërbim tjetër, si që do të kudo, pjesën suplementare i ofron. Pra, në qoftë se do ekzistoj një bazë për gjithë qytetarët, për llogaritje e një kostoes spitalore ose jo spitalore, atëherë që do jetë kosto bazë ose bulimi bazë për gjithë, atëherë mbi këtë bazë dhe deri te kjo bazë ai mund të drejtohet spitalit privat apo shtetëror dhe mbi këtë bazë ai mund të krijojë një sigurim tjetër, pra i drejtohet tregut privat dhe kjo do të krijojë mundësi që të gjithë marrin shërbimin e duhur sepse sipas mundësive do të drejtohen spitalit privat apo spitaleve shtetërore. Dhe këtë tregu i sigurimeve mund ta bëjë mjaft mirë dhe mund natyrisht që është i përgatitur që ta krijojë dhe të ofrojë këtë mundësi gjithë qytetarëve. Kjo do ta zgjidh, mendojmë që kjo pastaj do ta zgjidh dhe problemin e pagesës, sepse ndërthurja të dy skemave bashk, kjo është e rëndësishme dhe e kuptueshme, atëherë do të zgjidhë problemin e gjithë qytetarëve dhe ata nuk do shkojnë më në spital privat ose në klinikë private me lek në xhep, por do paraqesin një kartë sigurimi shtetësor, e cila do të kryejë gjithë shërbimet e nevojshme që i duhen. Ishte kjo ideja e Lebeu apo doje të shtoje diçka tjetër? Ishte e njëjta gjë. Pra, spitalet private propozojnë sidoqoftë bashkëpunimin me skemën e sigurimeve private. Unë do dua t'i kthehem pra programit. Çfarë është shkruar në program? Do të zgjerojmë më tej, sepse e thashi ka një bashkëpunim ekzistues, bashkëpunimin me shëndetësinë jo publike. Si komplementare, ne e quajmë komplementare, jo konkurrente. Sepse kemi një shëndetësi publike, e financojmë me taksimin e përgjithshëm, ja japim njerëzve. Po pra komplementare. Jo. Nëse kjo është juja. Po pra komplementare. Komplementare. Kam nevojë për 100 shërbime hemodialize, vetë marrë përsipër 60 publiket, 40 e komplementoj atje, nuk e konkuroj. Pra nuk i them qytetarit, na lekët që qofse nuk e konkuron, do të mbetesh në shërbime dhe pastaj komplementoj. Dhe sigurisht krijoj hapësirën që me këtë bazë, nëse unë e financoj nga taksimi i përgjithshëm, kontributi të gjithëve, krijoj dhe hapësirën që dhe tregu privat të mund të plotësoj nevoja suplementare apo në rrigje do të kenë qytetarët. Qëndrojnë të paketa bazë, to 4 paketat para që juve po propozoni, që të jemi të qartë. Unë besoj se më e rëndësishme është check-up i bazë për
Do flasim dhe për ato, po ta përmbyllim si ide këto 4 paketa bazë, më pas do të vjojnë dhe duhet të jenë qartë që tani se cila është ideja juaj qytetarët. Pra, në një moment që ata 40 persona nuk vinë dhe nuk, po themi sigurisht në mënyrë figurative, nuk arrin dot ta marrin shërbimin tek publiku dhe shkojnë nëpërmjet paketës tek privati. Do ju duhet paguajnë më shumë apo paketa juaj është e barazvlefshme për ta marrë? Pra nuk do të paguajnë, kjo është e rëndësishme. Është rënë dakord me spitalin që pacientit do t'i ofroj këtë shërbim që kemi rënë dakord dhe pacienti nuk prek para. Në fund të periudhës, ai dërgon faturën, fondi e paguan. Po? Po, për 4 do të, paketat... se nuk është ndodhë sa. Duhet të fokusohem shumë tek transplanti veshkave, që Spitali Amerikan e bën për më shumë se 6 vjet. Ideja është që nuk ka nevojë në Shqipëri për të patur për shembull një qendër tjetër transplanti veshkash publike ose dhe mund të jetë, por derisa numri në Shqipëri sot është 15-20 veta në vit, 20 persona, patjetër kjo ofrohet në Spitalin Amerikan, është rënë dakord një çmim dhe do të vazhdohet me atë. E njëjta është për transplantin e heparit të mëlçisë, i cili po ashtu është realizuar tek ne. Nevojat mund të jenë 10-15 raste në vit përsërit, cilat po ashtu është rënë dakord për një çmim dhe me atë do të ecet. Paketa e dializës është një paketë që... Pra ju keni rënë ndërkohë dakord edhe për çmimet e këtyre paketave? Jo, me një fjalë është bërë një ka eksperienca të mëparshme. Ka eksperienca të mëparshme. Për shembull, me sa di unë, transplantet e veshkave, kur ka ardhur puna, janë paguar nga Fondi Rezervi i Këshillit të Ministrave. Që do të thotë janë vlerësuar si gjëra, Fondi Rezerv përdoret për gjëra emergjence. Ne po hyjmë në një marrëdhënie më formale, më standarde, që cila do jetë e ditur që në fillim, mbas të një protokolli, të kostimit, të standardit dhe sigurisht do na duhet kemi dhe një sistem të mirë monitorimi për të mbikëqyrur se si do të realizohet. Do të kalojmë një hapësirë publicitare dhe më pas do të shehu, meqense ka Merake dhe shërbimi mbaz, do të na flasi për idenë opozitare në fakt edhe të këtij shërbimi bazë për qytetarët, duke filluar që nga gripi. Kemi problem ata që kanë grip ku do të shkojnë, apo jo vetëm ata që kanë këto probleme kaq të rënda. Me njëherë pas hapësirës publicitare. Jemi në transmetim jemi, sa po jemi ndërfutur në emision dhe mund t'i themi vetë. Po, si që shikoni edhe gjatë hapësirës publicitare, këtu debati vazhdon të jeti fort në rrët të shikues. Zoti Shehu, atëre juve keni problem të dini se çfarë do të bëhet me shqiptarin që ka grip, që i thëm stomaku, që ka nga këto lloj problemesh, të cilat nuk janë për një mbulim kardinale, ose për një rritje të standardit dhe cilësisë së shërbimit shëndetësor për të gjithë shqiptarët, është fjala. Sepse ne duhet jemi shumë të qartë. Shqiptarët e qytetarët Shqipërisë dhe nuk janë informal si qytetarë. Pra, o janë të punësuar, o janë të vetë punësuar, ose janë të mbuluar me skema të ndryshme të ndihmës ekonomike e të tjera forma mbështetje që marrin. Në këtë kuptim, unë them që të gjitha ata e kanë të drejtën ligjore që të marrin shërbim shëndetësor. Mirë, por ne kemi pas një sistem i cili nuk ka ecë përpara për shkak të mungesës së disa mekanizmave dhe njëkohësisht ne kemi një sistem privat i cili është në zhvillim. Ajo çka u fol deri tani ishte për paketa shumë të specializuara. Unë mendoj që ligji aktual ka hapur mundësinë që të krijohen protokolle për të gjitha llojet e smundjeve. Dhe njëkohësisht shteti duhet përcaktoj nivelin dhe standardin e shërbimit që ofron në përputhje me mundësitë buxhetore. Por do të hap mundësitë që të ketë shërbime alternative dhe të ketë mekanizme dhe konkurrueshmëri të cilat nxisin zhvillimin e sistemit, sepse ne kemi sot sisteme të shërbim shëndetësor brenda Shqipërisë. Ne kemi shqiptarë që shkojnë dhe kurohen në spitale jashtë shtetit, qoftë drejt për drejt ose nëpërmjet kompanive të sigurimit. Ne jemi një vend i hapur. Pra, teorikisht ne e kemi këtë mundësi, praktikisht këtë nuk e kemi, sepse kemi një sistem jo funksional. Si do ta bëjmë këtë sistem funksional? Ky sistem bëhet funksional në radh parë duke krijuar një regjistër kombëtar nëpërmjet asaj që u përmend këtu karta. Pra, secili person duhet të identifikohet për marrjen e shërbimeve shëndetësore e para. Së dyti, duhet që qytetari të ketë të drejtën e zgjedhjes së tij. Dhe zgjedhja bëhet, unë do të shkoj në privat ose në publik dhe shteti përsëri duhet me marrë përsi për mua atë kosto që ka mundësi. Unë nuk pretendoj që sot unë të mbulohem tërësisht
aq sa kërkon ose është kosta e shërbimit privat. Por të kemë mundësinë e zgjedhjes, sepse kjo e çon sistemin përpara. Tjetër, më rëndësishme është të reformohet vetë sistemi brenda për brenda vetes. Çfarë kam parasysh këtu unë? Unë këtu kam parasysh që njerëzit duhet të dinë që nëse nuk kanë kartën, ata nuk mund të shkojnë tek mjeku. Tjetër, duhet që edhe mjekut mos ketë mundësi t'i pranoj këto njerëz, sepse sot nëse ke para në xhep, ti mund të trokash në çdo mjek, mund të trokash në çdo derë. Pastaj kemi një problem tjetër që ne përveç spitalit, klinika kemi shumë private, por spitale nuk kemi shumë private. Në këtë kuptim, pra ekzaminimet mund të bëhen private. Atëherë përsëri pra shikojmë që tregu ka ofruar alternativa, por shteti nuk i është përgjigjur këtyre mundësisë për t'i përdorur këto alternativa. Dhe në këtë këndvështrim, ministri po thotë që kemi filluar me ca paketa, unë them që ministri, nëse ka vrejtje për qeverinë e mëparshme, le t'jap modelin e tij dhe le t'i krijojë këto paketa brenda vitit dhe le t'i hedhë në treg. Por kryesorja për mua është që ne duhet t'i japim garanci qytetarëve që ata do të marrin të paktën atë që kanë kontribuar, parat që kanë paguar vetë. Ne do t'i japim mundësi shqiptarëve për një shërbim shëndetësor i cili edhe me këto para të shpenzuara deri më sot mund të ishte në një nivel më të lartë, sepse mekanizmat kanë qenë të tillë që kanë nxitur investime të cilat nuk japin shërbim shëndetësor. Vetëm kanë krijuar kapacitete. Ky është ligji juaj dhe buron nga ju. Pse nuk e keni bërë ju më parë? Këtë e para. Sepse ne ligjin e bëm në fund të mandatit tonë qeverisës dhe është detyrë e kësaj qeverie që ta çojë më tej dhe jo të bëj propagandë shërbim falas, sepse ju nuk besoni te shërbimi falas. Pse? Absolutisht jo, sepse nuk është falas. Falas nuk është sepse e para të gjithë janë tatim pagues. Dhe po të paguash tatim, do të thotë që ti ke paguar për shërbimin publik që po merr në formën e shërbimit shëndetësor. Përveç kësaj, ne paguajmë edhe një kontribut që është i destinuar, që quhet kontribut i sigurimeve shëndetësore. Dhe Partia Socialiste në paketën e sotme e rriti këtë kontribut. Pra, nuk shkon në linjën e shërbimit falas. Prandaj, Partia Socialiste të mos merret me këto parulla, të mos merret me demagogji, por të ulet, të bëj protokollet e sëmundjeve, të hap tregun dhe të thotë, zgjidhe klinikën ku do të ekzaminohesh, zgjidhe spitalin ku do të kurohesh, shko në spitalin publik nëse ti s'ke mundësi para shtesë, tjetër ti thotë, shko siguro dhe tek paguaj dhe disa lekë tek ky privati. Ideja shumë e qartë, zoti Shehu. Po, zoti ministër? Shëndetësia nuk është falas. Dhe në mënyrën se si e shpjegon zoti Shehu, të paktën. Problemi, në fakt, me sa duket që nga dhe më shqetësues. Sepse sa po tha që Partia Socialiste të bëj protokollet. Protokollet të bëjnë profesionistët. Kanë filluar. Kjo është e keqja. Në kuptimin e qeverisë lidhesh mos bëj lojë të shiktu. Të dëgjova të lutem tash, po ta përsëris pas më të sepse ne të dy që identifikohemi, mos bëj lojra këtu se harxho minutat kot. Problemi i identifikimit është një problem. Unë thash ty si ministër, veri njerëzit punë që të bëjnë atë punën, pra, po ta them kështu në Shqipëri. Sepse ka një regjistër të gjendjes civile, ka një dokument elektronik të identifikimit, aty janë dy qipe, një qip me kontakt për identitetin, një qip pa kontakt që e kemi paguar jo shtrenjtë për të përdorur për aplikime tjera. Me le një minutë? Jo, nuk të leja si minutë. Po do të më le sepse nuk është punë e qipit. Kur mbaroj vazhdo ti. Tashti puna është këtu të shikojmë atje si do të paguhet, si do paguhet ky privati në rastet kur unë jam i siguruar. Meqense do ta marr ky po flasim kështu çështja. Nuk është shumë me qipe dhe me parulla. Historia e ardhshme do të jetë kjo. Me buxhetin e vitit 2014. Krijo mekanizmin që shkojnë lekët te ky. Ose ku të dua unë. Që të fillojnë një rehabilitim i thellë i spitaleve publike në Shqipëri. Në vitin e ardhshëm do të hartohet projekt zbatimi për kirurgjinë e re, për rehabilitimin e spitalit të sëmundjeve të brendshme, që ne e quajmë zakonisht gjashkatshi, për rehabilitimin e spitalit onkologjik, për rehabilitimin e spitalit të pediatrisë, për ngritjen e një spitali të ri rajonal në Qarkun e Fierit dhe për fillimin e modernizimit të spitalit universitar të Traumës. Ku do të gjenden palac? Ne kesa të duash, mure, të projnë biles. Në për rajone kam kemi kapacitetin sa angazhimin duhet. e Bankës së Këshillit të Evropës që të na ndihmojë me kredi për 17 milion euro për kirurgjinë e re
dhe për modernizimin e Gjashkaqit. Dhe bashkë me 6 milion që do të vejë qeveria shqiptare, do të kemi 23 milion euro për këto 2 spitale. Vlerësohet që nevoja në onkologjik është 10 milion euro, në pediatri është 10 milion euro, për një nga këto dyja kemi tashmë angazhimin e Bankës Botërore për të filluar nga shtatori vitit ardhshëm me financimin. Do të shfrytëzojmë vitin 2014 që me parat e Bankës Këshillit të Evropës të përfundojmë të 4 projekt zbatimet bashkë me specifikime teknike të gjithë pajisjeve që duhen. Me një kredi italiane që nga viti 2006 fle në sirtarët e qeverisë mëparshme, me 5 milion euro do të fillojmë modernizimin e spitalit universitar të Tramës. Pra, në këto 5 spitale shumë të rëndësishme, 6 me spitalin e Qarkut Fjerit, që ndoshta është qarku me spitalin më të dobët në këtë më, me këto 6 spitale do të përmirësojmë ndjeshëm kujdesin shëndetësor spitalor në spitalet publike. Po i kthejmë tani shërbimit parsor. Edhe në shërbim parsor, vetëm vitin e ardhshëm, do të investohen 5 milion euro për të rritur kapacitetet me pajisje. Ndërkohë që me një grant zviceran, po vazhdojmë me trajnimin e mjekve të kujdesit parsor. Dhe po e përsëris, 800.000 shqiptarë, duke filluar nga viti i ardhshëm, një herë në vit, pa pagesë për ta, do shkojnë tek mjeku i familjes për të bërë një kontroll bazë, që është një kontroll me vlerë shumë të madhe parandaluese. Jemi të vetëdijshëm që parandalimi dhe diagnostikimi i hershëm do të jenë element të ri. Kontroll bazë do të edhe analiza apo thjesht? Jo, analiza gjaku. Analiza gjaku dhe urine. Por protokolli nuk ka përfunduar. Unë s'mund ta shpall protokollin sot, kur për atë po punohet, dhe jemi të vetëdijshëm që vitin e ardhshëm, që është viti i parë, do ta fillojmë besoj në gjysmën e 2 vitit, parat specifikisht për këtë pjesë janë buxhet, dhe pastaj në vitin e ardhshëm, nga 1 janari në 30 dhjetor, kur të ketë radhën e vet, përgjithsisht duam ta mendojmë. Në muajin kur ke muajin e lindjes do shkosh, janë 430 qendra shëndetësore që do të mund të ofrohet ky kujdes. Ndërkohë, po vitin e ardhshëm duam të vazhdojmë me investime tjera po në shërbim kujdesit qytetar. U fol këtu për spitalet publike. Ne kemi sot 3 milion euro pajisje të blera prej 3 vjetësh që flejnë në spitalet tona. Janë në qese sepse nuk janë vënë në punë. Kemi filluar të shlyejmë kredit për to dhe nuk janë punë. Dhe po ilustroj angiografi për hemodinamikën edhe në spitalin Shef Qendroqi për të krijuar një pol të dytë. Ne vitin e ardhshëm kemi parashikuar në buxhet parat që të krijojmë aty reanimacionin dhe me atë reanimacion ai shërbim filloi të funksionojë. Dhomat e kardiokirurgjisë me $500.000 do t'i investojmë, do t'i përmirësojmë ndjeshëm dhe vitin e ardhshëm, bazuar në atë çfarë konstatuam në muajin tetor, ku na rezultoi që me gjithë investimet jo të pakta të bëra për mamografët, numri i ekzaminimeve është ende shumë i ulët. Dhe çfarë kemi vendosur vitin e ardhshëm, të blejmë 2 mamograf mobil, të cilët të mund të shëtisin në Shqipërinë rurale, në mënyrë që barriera gjeografike e grave që vazhdojnë të jetojnë në fshat, të mos kthehet në pengesë, që dhe ato të mos kenë mundësinë si në qytet për të marrë këtë lloj ekzaminimi paraprak, i cili besoj, siç janë eksperiencat të tjera, në një zbulim të hershëm, të një sëmundje që për fatin e keq, po ka incidencë lartë, nuk çon fatalitet, edhe pse jemi të përgatitur që vitin e ardhshëm për barnat, për spitalin onkologjik, të rrisim ndjeshëm me rreth 2.5 herë fondet e nevojshme për të dhënë dhe aty një trajtim më dinjitos. Pikërisht që po flasim për incidencën dhe për këtë lloj sëmundje që është pikërisht kanceri, mund të kishit bashkëpunuar edhe me strukturat private për të dalë në një farë mënyrë përpara pikërisht këtij problemi kaq të madh. A ka vend edhe për skemat private që të futen në këto probleme, sidomos tek mamografia, zoti minister? Por juve, por ju të dy, po. Tregu privat i sigurimeve për sigurime shtetësore në veçanti është i përgatitur, natyrisht edhe i kompletuar, sot ofron produkte që ofron gjithë Europën dhe mbulime deri nga kapacitetet ulët deri në vlera maksimale, duke filluar edhe tek transplantet dhe ndërhyrjet e tjera. Një nga gjatë këtij viti për shembull, njëri nga dëmet më të mëdha që ka qenë në kompaninë tonë ka qenë mbi 80.000 euro i kryer në spitalet
shqiptare, pra pagesat e këtyre dëmeve janë të konsiderueshme dhe mbulimet janë për të gjitha llojet e sëmundjeve. Tani ka dy gjëra që duhen zgjidhur që është në dorën e ministrit dhe në dorën e qeverisë shqiptare që të përcaktohet kush është baza, ajo që thamë edhe pak më përpara, baza që qeveria ka për detyrë të paguajë çdo qytetar dhe pjesa tjetër të cilën çdo qytetar është interesuar për veten e tij, të cilët mund të drejtohet sigurimeve shtetërore private. Nëse kemi të ndërtuar këto dy, në kosto fikse. Nëse kemi të ndërtuar këto dy raporte, atëherë nëse kemi të ndërtuar, nëse kemi që është në programin e qeverisë mos gaboj edhe parandalimi kanë. Nëse kemi ndërtuar këto dy raporte mirë, atëherë tregu privat, shoqëritë private të sigurimeve janë të gatshme të mbulojnë çdo lloj kapaciteti mbi këtë bazë, duke filluar nga sëmundjet kanceroze dhe sëmundjet e tjera në qoftë se je pacient ose je klienti i çdo kompanie sigurimesh nëse ke një histori në kompaninë e sigurimeve. Por janë disa gjëra të tjera të cilat unë me zotin ministër kemi biseduar përpara që janë disa barriera të cilat kanë ngel heqja të TVSH në sigurimet shtetërore që është një produkt që e ka papranueshme ose nuk mund është një kosto shtesë që nuk duhet të jetë normalisht sepse sigurimet në vetvete nuk kanë TVSH. Është një kërkesë kjo, dëgjoj përgjigjen. Le të hiqim tregu privat i sigurimeve kërkon heqjen e TVSH-s. Heqja e TVSH-s sepse ul në parmase primin e sigurimit ose çmimin e sigurimit për çdo lloj produkti, sepse produktet e sigurimit mbulojnë janë të ofruara për nivele të ndryshme, kapacitete të ndryshme dhe mbulime të ndryshme që variojnë nga 50 euro në vit deri në 2000 euro. Dhe secili sipas kapacitetit dhe mundësive që ka, mund pajisë me një kartë dhe natyrisht mund të jetë pjesë e gjithë sistemit. Dhe vazhdojmë me kërkesat e tjera. Është mundshëm heqja e TVSH-s? Unë kam diskutuar me zotin Ponar në fakt, edhe jo vetëm tani që ishte kohë e paketës fiskale, sigurisht që ka ardhur momenti që kjo gjë duhet rishihet, edhe për faktin që tashmë ata që ofrojnë shërbime u përjashtuar nga TVSH-ja. Sepse deri dje këta shisnin një polic me TVSH, por edhe kur duhet të rimbursonin, kishin TVSH. Tashi kjo ka krijuar një situatë anomalie, po besoj se në këtë çështje bashkë me kolegët e Ministrisë Financave, që janë institucione që e drejtojnë përgjithsisht gjithë të aspekt, do duhet të krijohet një mjedis më homogjen, të mos ketë një situatë që krijon rëndes në një nga hallkat dhe krijon boshllëk në një hallkë tjetër. A ka tregu i sigurimit privat, zoti Ponari, kërkesë tjetër për qeverinë në mënyrë që të përfshihet në të sa më tepër gjithë në këtë fushë ne kemi shumë publikut, gjithmonë. Natyrisht në interes publik. Mundësitë tani janë shumë mëdha sepse u fol diçka këtu për pajisjen me kartë të gjithë qytetarëve. Sot karta identiteti që kanë qytetarë shqiptar e ka këtë mundësi që çdo që për secilin të ketë një tregus. Duhet krijohet sistemi. Ky sistem është mendoj që është i thjeshtë dhe i liri është ministri është informaticien. Karta e shëndetit informaticien dhe unë mendoj që kjo është një nga reformat më të mëdha që secili nga ne kur paraqitet në spital apo në klinik apo kudo që paraqitet ka kartën dhe e shikon se sa janë shpenzimet ose sa ka shpenzuar për një vit apo sa do të marrë apo sa ka mundësi të tjera të harxojë. Çfarë mund kanalizohet te privati që për publikun të jetë thjesht dhe të ketë një akses edhe më të thjeshtë tek spitali privat. Po, gjitha këto pyetje janë dhe për ju zoti Allajbeu, mos u shqetësoni. E gjithë kjo procedurë dhe gjithë kjo praktik i ofron mundësi çdo qytetari që është në Shqipëri, duke i drejtuar tregut privat sigurimeve, i krijon mundësinë që ata të jenë të pavarur, të jenë të lidhur dhe të marrin aq shërbime sa nuk mund të marrin duke paguar drejt për drejt. Edhe nëse ata nuk janë të siguruar, nuk janë të sigurime shëndetësore. Pra mund të pajisin nga karta private të cilat vlera e tyre thash është më pak se 0.5 euro në ditë nëse marrim, rreth 100 euro në vit dhe kanë një mbulim deri në 5.000 euro për lloj-lloj shpenzimesh dhe shërbimesh që mund të kryejnë ndaj vetës tyre dhe kontrolle mjekësore, ekzaminime, EKG tjera. Që po kërkoni është qeveria ta financojë këtë 0.5, po kërkoni se unë pyeta për një kërkesë nga qeverisë. Qeveria unë nuk kërkoj që të financojë asgjë, qeveria të jetë pjesë e paketës dhe ndoshta ta mund të bashkangjitin qeveria për të ndihmuar programin dhe të dy së bashku duke mbuluar me shtresa njëri tjetrin, mund të shërbejmë më mirë. Mund të shërbejmë më mirë qytetarëve dhe qytetarët do ta ndjejnë shumë afër edhe ndihmën që jep tregu privat dhe natyrisht suporti që ka nga Instituti Sigurimit Shtetëror dhe Qeveria Shqiptare. Në qoftë është gati për ndonjë përgjigje, për ndryshe do më duhet bashkangjiset dhe kërkesat e një sektori tjetër që është pikërisht spitali privat. Pak a shumë njëjtën gjë që pyeta e zotin Ponari. Keni ju kërkesa të drejtë për drejta duke patur parasysh buxhetin, po kalon paketa fiskale, është momenti për të bërë edhe ju kërkesat ndoshta. Ndoshta jemi edhe pak vonë.
Kërkesa jonë është e para njërë është imediate, është shlyerja e pagesave të pravambetura në lidhje me shërbimin që ne kemi ofruar, që është shërbimi dializës, dhe ka një pagesë e cila është rëndon shumë bine dhe nuk është e pakt dhe e mbartur për më shumë se një vit. Por për këtë jemi në bisedim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe të Financave. E dyta është, duhet fokusohem të ajo që tha zoti ministër në lidhje me planet për investimet në spitalet publike dhe rregullimin e cilësisë aty. U pa deri më sot nga eksperienca që janë bërë investime mbase mbi nevojat që kanë qenë në qendra të caktuara, si për shembull kemi një skaner me 128 detektor në Kukës, ku nuk ka asnjë mjek që mund të përdori dhe skaneri me 128 detektor është më shumë kardiak, ku nuk ka një nevojë të tillë. Ka investime në sanatorium, të cilat nuk janë eficiencë dhe nëse investimet do të vazhdojnë të kryen në spitalet publike, e cila është në të mirën e të gjithëve, pa çka që ne jemi një spital privat, duhet të fokusohen në gjëra që realisht janë të nevojshme dhe që do të mund të menaxhohen. Dhe të vite ka aspekti menaxherial është që ne kemi treguar që kemi dështuar në gjithçka e cila është menaxhuar në mënyrë publike. Shëndetësia është një shembull 20 vjeçar që të gjithë duhet ta pranojnë që është një dështim i cili vazhdon të jetë dështim, ku personeli është i nënpaguar, ku është zgjedhur ajo skema e kamarierit në Amerikë, që pronari i restorantit e paguan pak, dhe ai që vjen për të ngrënë, klienti e di që paguhet pak dhe është zgjedhur bakshishi, i cili është kudo evident, dhe kjo si do të formalizohet, si do të hiqet si fenomen, dhe si do të rritet niveli i punonjësve në shëndetësi, si do të rritet edukimi në vazhdim, që ka nevojë si spitalet publike, po ashtu dhe private, si do të rregullohet cilësia e fakultetit mjekësisë, që dhe ne si private vuajmë, që nuk arrim dot të pajisemi me burime njerëzore, të cilat na hyjnë në punë, por detyrohemi që të marrim mjek të huaj ose shqiptar, të cilët punojnë jashtë deri tani. Dhe përveç kësaj, kërkesa ime është që Më falë, ata mjek të mirë që janë shfrytëzohen si nga publiku dhe privati dhe ndonjëherë nuk kuptohet edhe është drejt kjo dy operacione paradite në publik dhe 12 Ne dite. si spital kemi qenë që në fillim spitali amerikan ka qenë pothuajse jashtë kësaj skeme, me fjalë mjekët tek ne janë në 99% të rasteve janë mjekët tanë. Janë 2-3 eksponent, jo 2-3 eksponent ata që vinë nga spitalet publike. Të tjerët i kemi totalisht mjek të cilët kanë ardhur nga jashtë ose mjek që kanë mbaruar këtu dhe që i kemi privat. Dhe kërkesa ime është më saktë është që a ka një kohë të caktuar ku sistemi publik do të vendoset në një paralel me sistemin privat dhe do të ketë një kosto që folëm. A do të shtrihet kjo në 4 vjet, 5 vjet, pasi unë jam i qartë që asnjëherë nuk ka një kohë të shpejtë për reformën në shëndetësi. Kjo mund të marrë edhe 10 vjet. Sot nëse po futet me 4 paketa, a do të futet viti tjetër me 10, a do të futet më vonë me 100, dhe a do të masivizohet kjo, që dhe në privat personi do të ketë drejt të zgjedhë. Një person i siguruar, ose nëse nuk do të ketë sigurime, një në shtetas shqiptar, a do të vi një ditë që të ketë mundësi të shkojë si në publik dhe në privat. Mbase në privat do të ketë një kosto suplementare, por a do të ketë një ditë që ai do të marrë një kosto të caktuar si në publik dhe në privat. Atëherë, sigurisht që rruga është që çdo gjë që shërbimi kombëtar shëndetësor do të paguaj, edhe sikur të ishin vetëm spitale publike, do të jetë në një marrëdhënie transparente, në bazë të një protokolli, një kostoje, e cila do të paguhet. Kjo gjë, duke qenë e tillë, është potencialisht e mundshme të ofrohet dhe në spitale jo publike. Por ne, po e përsëris, nuk do të japim parat në dorë shqiptarit që të shkoj ta zgjedh vetë ku të doj. Ne do të fuqizojmë shëndetësinë jo publike dhe për atë pjesë që do ta dim që në fillim të vitit apo një periudhë të caktuar që nuk e plotësojmë dot vetë, do të kontraktojmë ofruesit jo publik për të marrë tek ata ato shërbime që ne nuk i plotësojmë vetë në bazë të një kostoje, që do të thotë edhe në bazë të një protokolli, të cilët ata duhet të dalin për Zot që ta zbatojnë. Për të kthyer pak te ajo që tha zoti Ponari, që tha që kemi sot të vlerësuar një prim që shkon rreth 0,5 euro në ditë. Besoj se nëse
sot rrim te ky prim, për momentin jemi larg asaj çfarë mund të merret e përsipër shëndetësia publike për të zgjidhur gjithçka me këtë skem. Ne jemi rreth 3 milion veta në Shqipëri. Këto janë 180 euro në vit, bëjnë 540 milion euro, bëjnë 710 milion dollar, 390 milion kemi buxhetin e vitit arshëm. Ndoshta aktuarisht kur kalohet nga 20.000 në 3 milion, s'është më 0,5, po pastaj do të hym grup moshave, së mundshmërisë, incidencës, prevalencës, dhe do ta fusnim ndoshta këtë moment bisedën në një diskutim shumë të frytshëm, profesional, po ndoshta jo me shumë interes për publikun. Ne flasim për bazën e numrit të klientelës që kemi. Marr pjesë edhe në këtë diskutim? Sigurisht që do dojmë patjetër që do bëni pjesë, zoti. Po kemi parasysh që jemi drejt fundit. Kjo që thot zoti Beqja mund të duket që zgjidh problemin. Unë thash vitin tjetër, kjo që kërkoj Avniu është... Me që ti the që do të kaloni në kontraktime. Unë e shoh pak ndryshe. Në kuptim që tregu duhet jetë i hapur. Sepse unë e thash, sot për sot ndoshta kapacitetet spitalore janë të kufizuara ose të imponuara, por shërbimet egzaminuese unë po them që janë të ofruara me shumicë, paktën në qytete si Tirana dhe qytetet e tjera të mëdha. Në këtë kuptim, unë them që ne duhet të krijojmë një sistem të tillë, që secili individ të ketë llogarinë personale tek sigurimet shëndetësore. Në kuptim llogarinë. Në kuptimin që persona të siguruar me kontribute, me gjysmë kontributësh ose dhe pa kontribute. Dhe sapo unë të paraqitem tek mjeku, të cilin duhet ta ketë në rrjet sistemi sigurimeve shëndetësore, ai të më identifikoj mua dhe të më thotë ti mirë se erdhe, faleminderit që më zgjodhe mua, të më bëj shërbimin dhe unë të mos kem më nevojë që t'i jap bakshish atij apo siç e thot Klodi. Pra ky institucioni publik të paguaj mjekun apo spitalin ku unë dëshiroj që të shkoj. Në këtë këndvështrim, unë mendoj që po të menaxhojmë më mirë sistemin, ne sot nuk kemi nevojë të bëjmë kaq shumë investime sa thot ministri, sepse kapacitete në disa zona të paktën ka më shumë se sa duhet. Ministri e tha, edhe unë e pranoj atë, që edhe Klodi e tha, që unë kam qenë partizan për ta mbështetur këtë shërbim, partizan kuptimin kur më është dhënë mundësia nga pozita shtetërore, se unë vetë nuk kam në një mundësi personale, për të financuar modernizimin e këtij shërbimi, por ndodh kjo tjetra që pajisje moderne ose nuk përdoren ose janë të jashtë funksionit në disa raste, nuk po i hym analizës tu pse ndodhin e tjera, sepse ne jemi në Shqipëri dhe jemi... Jo, nuk jemi në Shqipëri në një organ, pikërisht, në një organ kompetent duhet merret me këtë fenomeni është i pranuar nga të gjithë. Pse ndodh, ne ndoshta e dim, e themi në zë, nga njëherë mund ta themi dhe kështu, atëherë në këtë kuptim, për shembull, po ti referohemi buxhetit, nga $120,000 investimet shkojnë në $12 milion, vetëm kredi ose financimet huaja, që në fakt janë kredi që ca i kam negociuar unë, ca pasardhësit e mi në Ministrinë e Financave, pra ka një vullnet për ta mbështetur shërbimin dhe sot PS-s mund të mburret se kam rritur buxhetin, por unë do të thoja që edhe këto mund të jenë të diskutueshme në qoftë se ne kemi raste si senatori Jumi apo të tjera që u referuan, unë nuk e marr të mirëqen edhe atë që thot Klodi, megjithatë të mirëqen marr faktin që ne kemi pajisje, por që nuk i kemi në eficiencë. Dhe do të shkoja më tej, le ta zhvendosim fokusin e investimeve, nga krijimi i kapaciteteve në eficiencën atyre që kemi bërë. Tjetër, këtë regjistri, siç e thash unë tek mjeku privat, ky sistem të funksionojë edhe tek publiku. Pse të shkoj unë me miq, me shok tek mjeku? Le të shkoj unë atëherë kur të jem i programuar për të shkuar dhe tek mjeku publik. Mjeku publik të më shikojë më kur të shkoj atje, të më ketë në sistem mua, dhe jo kur të përshëndetemi apo të na prezantojë dikush tjetër. Kjo është ideja juaj, përshëndetësin dhe është shumë e mirë. Edhe diçka tjetër që është në kontekstin e kësaj, kjo pastaj e para forcon konkurrencën, bën që mjekët të mos rrinë
edhe në Se nuk spitale arritë do t'juve këtë se keni qenë pushtet Këtë do t'ja u them unë, para por desha 6 të muaj. them që po të hapim kështu tregun, edhe atë kostën mund ta ndaj shteti me kompanitë private, ndërsa ne nuk e bëm për shumë arsye, sepse në 2006 është negociuar dhe ka filluar një projekt me Bankën Botërore me këtë konceptin e kartës së shëndetit, më vonë erdhi karta e identitetit që e nxorri jashtë loje kartën, më tej pastaj nuk kanë vazhduar më sistemet, është bërë debat shumë i madh dhe Partia Socialiste mund keni bërë një ligj që nuk e keni ka aplikuar pasur konsensus për ligjin e shërbimit shëndetësor, sepse unë kam qenë negociator për ta bërë këtë ligj para 2009-s. Nga 2009 unë jam në parlament dhe vetëm në 2011 erdhi ky ligj në parlament, por tashmë është krijuar baza ligjore që ja hap mundësinë Partisë Socialiste jo të bëjë deklarata për shërbim shëndetësor falas, por të ecë në këtë rrugë që ja kemi shtruar ne. Unë kam minuta dhe për ministrin janë vetëm batutat e fundit. Më duhet ta mbyll. Besoj mesazh se patut. Mesazh ngelet po. Sigurisht që kemi nevojë për një ndryshim radikal në sistemin e informacionit në shëndetësi dhe besoj se edhe ajo që fillojmë vitin e ardhshëm me kontrollin bazë shëndetësor për 800.000 vetë do të përfundoj me fillimin e krijimit të dosjes elektronike të shëndetit, ku rezultatet e atij ekzaminimit parë do të jenë në atë dosje dhe pastaj brenda sistemit të shërbimit parësor, ajo dosje do të jetë në dispozicion të profesionistëve për një ekzaminim të mëtejshëm apo nëse do të kemi nevojë për një ekzaminim më të specializuar. Kemi gjetur një situatë shumë të prapambetur në pikpamjen e sistemit të informacionit shëndetësor, sa që unë mund të them që kur unë fillova detyrën dhe desha të krijoja bashkë me bashkëpunëtorët e mi, një sistem të brendshëm edhe vetë llogaridhënie. Të themi, këtu e gjetëm, të bëjmë një plan për 4 vjet, ku do e çojmë dhe mas 4 vjetësh të jemi në gjendje të japim llogaritë në mënyrë transparente. Statistikat më të fundit për shëndetësinë në Shqipëri janë të 2010-s. Pra jemi në 2013 dhe po të shikosh statistikat e 2010-s ka një situatë të pa-imagjinueshme. Në Shqipëri, sipas statistikave zyrtare, rezulton që në krahasim me 2009, 2008, 2007, 2006, vdekshmëria pas ka rënë me 23%, vetëm në atë vit. Dhe sigurisht që po të kishte qenë ky super sukses, ish kryeministri do të na kishte përsëritur mjes drejt darkë të 350 vitit, por kuptohet që ai është një sistem informacioni që bazohet në një mjedis që sot e mbledh në mënyrë shumë të pasaktë informacione. Ne po punojmë që të krijojmë një sistem i cili çdo ngjarje për shëndetin ta regjistrojë një herë, atëherë kur ndodh dhe aty ku ndodh. Dhe sigurisht e regjistruar në mënyrë të tillë do të jetë në dispozicion të çdo profesionist të shëndetësisë, por rreth parë në shërbim të kujdesit shëndetësor. Do t'ja heqim barrën qytetarit që t'i marrë me vete fletat e analizave kur shkon në përhallkat e sistemit, por ai do shkojë në për sistem do lëviz. Ka dhe kjo një kohë, keni parasysh kur do ndodh kjo? Brenda këtij mandati qeverisës. Okej, disa janë premtime, disa janë qëllime të mira në këto 4 vjet, por qoftë edhe vetëm për vitin 2014, do të shohim nëse do të realizohet buxheti apo të gjitha ato qëllime që qeveria e re i ka vënë vetes së nderuar teleshikues. Sigurisht që për shkak të rëndësisë që kjo temë ka, por edhe për shkak të ngarkesës elementëve të ndryshëm, debati do të mund vazhdonte për orë të tëra. Sigurisht premtoj që për shëndetësinë do të riflasim edhe me tema më të specifikuara, vetëm për spitalet private, sigurimet dhe gjithçka tjetër që do t'ju mundsojë jo vetëm të qartësoheni me çfarë do të përballeni me filozofinë e re të socialistëve, por edhe si mund ta përmirësojmë atë. Së pari ju falenderoj të gjithëve që ishit në studio, zoti ministër, zoti Ponari, Allajbeu, zoti Sheu, faleminderit që ishit me mua sonte mbrëmje në këtë vigjilje Krishtlindjesh edhe që ndat me teleshikuesin këtë debat, shpresoj të frytshëm dhe që t'i kemi sidoqoftë ndihmuar teleshikuesit për të hedhur pak dritë në çka ata kanë nevojë për shëndetësinë. Përpara se të ndahemi nderuar teleshikues, ju kujtoj edhe një herë nismën e studios së hapur për faljen e Nazime Vishës, një nismë e Kadarea Gollit që është publikuar në studion e hapur plot 3 javë më parë. Sot ndodhet në duart e presidentit të Republikës dhe është në diskrecionin e tij kushtetues që të marrë një vendim. Ne falenderojmë për sensibilitetin me cilin e ka parë sipas informacioneve tona këtë çështje dhe jemi sigurisht në pritje të përgjigjes së tij.
Studio Hapur i ka dërguar edhe një letër publike, një letër të cilën do ta transmetojmë pas pak, por e transmetuam edhe në fillim të emisionit. Letrës së Studios Hapur kanë dashur të bashkohen edhe disa kolegë dhe unë i falenderoj të shtypit shkruar, por edhe televizionit, si Henry Qili, Aleksandr Qipa, Rudina Gjunga, Alfred Lela, Rion Sula, Rezar Gjagjiu, Erl Murati, Rezarta Delisula, Eduard Zalosha, Gjergje Rebara, por edhe shumë kolegë të tjerë. Nëse do të jetë nevojshme, do të depozitojmë nesër pikërisht letër në Presidencën e Republikës. Sigurisht Studio Hapur do t'ju informoj sapo të kemi të reja në lidhje me këtë çështje, me këtë kaos që ne kemi ngritur. Edhe një herë faleminderit, Krishtlindjet mbara. Faleminderit dhe t'ju urojmë edhe atyre që na ndjekin me Krishtlindjet, dhe unë po i bëj një urim veçantë atyre që ndoshta fati dhe solli t'i kalojnë në spital sonte. Gëzuar Krishtlindjet. Bashkohem me urimin tuaj, zoti ministër. Gëzuar Krishtlindjet, nderuar teleshikues. Natën e mirë. Kërkesa për faljen e Nazime Vishës është në duart e autoriteteve dhe pret dritën jeshile. Ndërkaq rrjetet sociale në këtë prag Krishtlindjesh janë mbushur me lutjet e qytetarëve për ta falur Nazime Vishën dhe për të mbrojtur vajzat e vogla nga dhunimi, nga mundjet e sëmura dhe pedofilia. Kërkesë për falje dënimi, drejtuar presidentit të Republikës Bujar Nishani, i nderuar zoti presidenti i Republikës, duke besuar se një shoqëri që të jetë me të vërtetë më e fortë, duhet të jetë e tillë jo vetëm në drejtësi, por dhe në dëmshuri njerëzore. Ju kërkojmë të përdorni fuqinë që ju jep ligji e kushtetuta për të falur dënimin e Nazime Vishës. Zoti president, mëshira është një tipar që ka karakterizuar qeveritë dhe drejtuesit e urtë. Në këtë fundvit, në këtë Krishtlindje, ju do të bënit me të vërtetë të lumtur një vajzë fatkeqe si Nazimja. Shpirtmadhësia juaj do të qetësonte sadopak edhe zemrën e nënës së saj të vetmuar, në varfëri të plotë dhe e drobitur fizikisht, të një nëni që tenton vetvrasjen pas tragjedive që ranë mbi vajzën e saj të mitur. Zoti president, Nazime Visha vuan një dënim të rënd për vrasjen e një njeriu që kishte shkaktuar plak torturash fizike e psikologjike, plak përdhunimesh për vite me radhë. Çështja e saj nuk u pa nga gjykatat në gjithë përmasën e vet. Gjykatat ishin të verbra të shinin se Nazime Visha ishte një fëmijë për vite e dhunuar mendërisht, emocionalisht dhe seksualisht, që vuante nga sindroma e paaftësisë për të shmangur një gjendje të tmerrshme, vuante nga sindroma e mungesës së perceptuar të kontrollit mbi rrethanat dhe pasojat. Shkencat humane e njohin gjërësisht këtë sindrom. Gjykatat në botë e njohin fuqinë e kësaj sindrome. Ka një rast kur themeli në gjykatën mbretërore në Britani, ku një vajzë lirohet nga akuza e vrasjes për shkak të kësaj sindrome. Zoti president, ju kërkojmë të jepni falje Nazime Vishës. Asaj mjafton gjithsa ka vuajtur që prej momentit kur është ndeshur me dhunuesin dhe makthin e jetës së saj, i mjafton shkatrimi i fëmijërisë, adoleshencës dhe rinisë, i mjafton drama familjare, i mjafton nata pafund e gjatë në burgun e përdhunuesit padron dhe në burgun e viktimës ku ajo po mbahet. Zoti president, lirojeni këtë vajzë si dëshmi të mbizotrimit të dijes dhe humanizmit në zyrat e shtetit. Gjesti juaj i faljes do jetë jo vetëm një akt ndaj një fati personal, por do të ndikojë fuqishëm në fatet e shumë të miturave që dhunohen ose janë në rrezikun e dhunimit seksual, verbal dhe psikologjik. Ju kërkojmë të ushtroni të gjithë fuqinë dhe ndikimin tuaj për faljen e Nazime Vishës, si një mesazh të fortë në mbrojtje të miturave shqiptare. Sidomos ndryshimet në ligjin e faljes kanë përjashtuar thuajse çdo mundësi që gratë të përfitojnë ulje dënimi apo falje nga presidenti i Republikës. Po kështu edhe nga mënyra si është hartuar ligji i amnistisë, gratë nuk përfitojnë thuajse kurrë asnjë lehtësim. Ne kërkojmë që të rishikohet ligji i faljes dhe të përfshihet në të një diskriminim pozitiv për gratë të miturit dhe të moshuarit. Në burgun 325 janë 20 gra që nuk kanë përfituar kurrë asnjë ulje dënimi. Në 100 vjetorin e pavarësisë u falen 100 burra dhe vetëm 3 gra. Emisioni Studio Hapur.